Beskallaku sërish në qendër të vëmendjes, asgjë re në jetën e tij, por deklaratat për të shkuarën vijojnë të bëjnë punë. Tema e shumë përfolur, divorci me këngëtaren Gjensila Murtezaj është diskutuar sërish. Gjatë një interviste, Beskallaku sa se shkuara e tij ka vdekur dhe se po jeton të sotmen. Aktori ka folur edhe për zhgënjimet nga miqtë dhe shoqëria, por theksoi se përsa kur Zoti është me të, askush nuk mund të jetë kundër tij. E shkuara ime është e vdekur, unë po jetoj të sotmen. Unë nuk jam askushi, por prezenca ime në jetën e disa njerëzve ua ka bërë jetën më të bukur atyre, tha Beskallaku. Je zhgënjur nga ata që ke pasur afër përgjithsisht? Beskallaku: Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje? Përveç se ju kam dhënë dorën, ju kam dhënë edhe bukën. Sa do të zgjas nata, do lind dielli, do vi dita, sa armiq që kemi dhe sa miq që kemi përreth. Pasuria ime më e madhe janë 2 fëmijët e mi, nëna dhe babai im. E marrin jetën për të mirëqenë, sikur s'do na ndodh kur e keqja. Ndëroi jetë edhe shpati i shkret. A kishte plane për sot? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.